Roberta Sfahio. Ky është vlogu jam I parë për juve. Sot është dita e ejte, edhe është mbledhja përfundimtare e emisionit prive. Nuk pat nevojë me ra që kjo borë se prishet fenirimi. Si zakonisht, unë në takime ose në mbledhje ose në punë jam shumë e sakt edhe vi gjatë në kohë. Bukur po do këtë qështu të ra bora, po? Mirë se erdha. Po shpresoj që ka bura që kam rana në zyre të më pritë. Mirë dita? Mirë dita. Si në një mirë? Bukur ti? Ke fleta ke pushuan? Ja, s'kom flejtë 24 orë. Po ta besoj. Isha pak sa emocionuar se... Lidhur me? Lidhur me të gjinime ekskluzive. Ua, Jessica. Qa ka me treja? Kur që ose dhe ajte mbledhja prives që ka me pas. Që se me kalëzu që ka kënë këtë javë transmitent. Qysh kalove në Shqipni. Fantazi. Bravo, bravo. Kem kry historie të ta pak me koronavirusin të kalëzu dhe se të ashtë që nësëm për të në gjesë ty. Mas e kam jo mjekra. Po, kështu ke mirë s'ke mua, po. A për mërë një letër në kime dalim që atë? A ka njëherë në bujnë nervozë, ka njëherë këtë ashpesh, po të të shpirin është asët se kamat në pak. Valla e kijat në pak që shkime të edhe sot. Kime huq. Po, kali u se. Unë e përrej qëtos që ato s'në pushkën. Ja. Artan, shprehu që a ki bestoreve këtë javë. Shumë e tjerë. Gjëpin jo ne, dhe një pare. Këta du të dalë këtë javë. Ta kena më shumë kërë që duhet atë? Po, kena kërë storje. Hajtë dhe një ardhëzomi për fillimit të S'ki qka e zanu. Ka një problem serios që kur njetë nuk më menë. E bukur. Okej. Kjo prej vetë jam për të dëshiruar. Storjet 5. Artan, le telefonin këshër në ledhjem. A? Done. Ramadan Krasniqin e ka Artani. A për qasun e Fifen, a që shpjeta? Aurela gajnë vetë nisa. Aurelën të qysh? Aurela pra Fifen s'pet lojnë, a pelona për herën tjetër. Puna që një afur ma shumë spotet. Atër të pestën, Aurela. Done, gësër. Aurela. 5. Done. Gaqë. Floriani. Që në ka një Qasht. prive, për tira pa kokës kushtu me ngisht. Për më tysh. Dani. Artan Sokja, Dani? 5. 5 minuta. E gëse pa jo. Unë s'kam si zakonisht. Po unë e kam. Qa? Një festival që është ka botë të shqiptarve. Diaspora? A? Me diaspora i samet? Po është festival shumë i madh. Diçka po nduzi me një gjë. Mirëmëngjese. Shkoj dhe mbanjo, a? Në këtyrë në pas tyre e këtena. Erdha.
Me siguri kam në kur që përdohet laptope. Jam shumë e apasionuar kohëve të fundit ma serialeve Netflix. Kishe po kallëzoj diçka, e kush nuk është. Nejse. Shtrohet pyetja që me vetë sot. A e dina kush me juve çfarë koha është jashtë ftohtë, nxehtë, borë, shi, diell. Se mrena ditës 4 stimpi përjetojmë. Pantollat e zi gjithë të nxjerrin për krize. Unë jom gati, po shkojmë se na pret një ditë e gacat. S'di pse po ngudna në fakt se so që kam pret lajkush. Gjatë premteve zakonisht e bëjnë qizimin e emisionet. Po shkojmë se kom u bogati. Mu pas ka prish keri po m'doket. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again. Yes. S'ka ka prish. E që kesh të ju kallëzu, kur u qova parës, tu bu gati ke dile, tash po vjen shi, garant mas nja 2-3 ore janë nis me ra dhe borë, me këqyr hollë kështu, bolezoja jo ma, rap, tap u qova, bona sa në gati, po shkoj mu, para pregadit. Tani thonë jo se jem suti atë, që po kërcasin të grau. Jem suti aty mu vesh, mu ly, mu ngjy edhe me dal me bo emisionin. Kërkush nuk e din që për me realizu qatë pjesë të introve që e bëjnë në studio, mi merë kushtimisht nja 4 sahat mu bogate. Mu ly, mi ndrejq flokt, me përzgjedh që ka me vesh, nëso dini që kjo jo s'koka. Hapu! Ku! Kështu. Edhe herën e kalume që patëm gjirime për vlog, e që nuk i qetëm kur, më dhem ke kryt. Edhe për momentin nuk kam dhem kryt. Ja kom nis me dy shumës pa irim ka bo se hire dikosh. A thu? Qa s'bëba kja? Deshta mi u të regu që ka është një sen që one e përdori ko pas kohë për një ik hapave që mos me pi shumë hapa për kry. Është që kjo elementi i vogël qëto, si loj stiku mental, cilin e ly kryt ose pjesë ku më dhem diqka qafa ose whatever. Jo që të bën naj sen ku me diqka, po të paktën për një 10-15 minuta, vjen si një farloj fladitje edhe nëse nuk ka të dim kryt shumë, ta kalon. Hajde zotni, s'ka joho, se s'pidi ka regullat. Bravo. Për disa momente arrim tek monumenti historik që më qëllim deshta mirak nej për një arsye të vetme me vizitu këtë monument i cili është si lloj ekspozite e hapur tash e kogja do muj rrethi. Një rreth i cili shtyje sa për shtyje mbadi havas po kryhet. Nuk e di a jeni të pajtimit edhe jo me mu që rrethat, rreth rrotullimet, janë gjana të cilat e përkëtsojnë gjendjen e qytetarit të Kosovës për një arsye të vetme. Unë mendoj se rreth rrotullimet neve kompletu e përfshi dhe vetën këto na lidhin nyje.
A i ke po, s'ka kur gjo heq, rruga është e hapën, veç pse o rreth koqitëm. Që për shembull, rasti konkret. Urna, incizo pak. One eternity later. Ole. Ashtu edhe si që ju tregova në fillim, si parashikuese e motit që kam qenë dikur. Emra shikohet se klan Kosovës. Sipas parashikimeve të meteorologëve, edhe dita e nesërme do të përshkohet nga majt i ndryshueshëm. Mrena 1 ore e diçka, ke dile, roshi dhe ja tani fjollat e dëborës. Sipas për llogaritjeve që kam bërë, domethënë në mënyrë empirike, ky dimën do të ketë vlerat shumë vjeçare mesatare të lëkundjes së elementeve dhe dukurive meteorologjike në shkallë vendi. Bukur shumë, a? E kuqe. Na falni. Po zot një vazhdo. Mos të tot. Acar. Vizita, ku jeni? A jeni mirë? Që jo, a jeni lot? Ande na e kena këto? Vizita. Vetëm një moment, a? O, ty ke shtë të lyf. Ku je loqke? Ty s'ka? Që ke bo? Po këtyrëm na i sen? Po. Cilën? Ane. Ambja e kjo ande. Shkojmë një provim të letë dhe shijemi pas pak. Okej. Në qasë në pak disa për me pa. Edhe kjo, mandej qëtu qatë kapet, kjo heket, që ndiset mirë, edhe këtu i shkrim edhe ka pak, ndej ka kratë. Dere sa të më regulluat fuftani, po shkoj për në gjyna. A ma jap zemër qa qanë vëq pak? Faleminderit. Por ndryshe, e kom edhe një kry mrena që të në qanë. Qëto janë 3 extension që unë e ko pas kohë i vnoj, për me mu do flok pak me ma volum, sepse shoku jam ka që ka thonë volumi të jep jetë. Por ndryshe për krejt juve qikave që keni qef mi pas flok të me ma volum ose ma gjata, propozimi jam kishte me qenë me vnu extension me shnolla, për arsye se këto i vnon, krym pun që kemi kry me to, do kësh bukur, kur shkon të shtëpia nuk tanin se s'shrek kush, edhe nuk t'i dëmtojnë shumë flok, të nkrasim me mënyra tjera të extensionve, apo flokve që zakonisht i vnojmë se i kom provu disa, po nuk është që më kam pëlqy fort. O, nalu se na i qite ment. Po ndushe është zhurë ma e fejnë e tonë një pejsaneve që më pëlqenë mas shumë të se pa tas muj me flejdi, që shumë shtinë në gjomë knaqna. Edhe borë që shpo vjen jashtë, faleminderit dhe. Vi edhe një herë unë e mandeja, faleminderit. Hajde shijem, qao. Sa që shkoj mu lyë. Për hajrë qethja.
Çfarë frizure pja bon? Lokne, dredha me Figaro, a fenirimi thjesht? Shkova mu lyu, apo vjen tani në klan? Qështu? Jo, e heki këto. Natën e mirë. Po kam këno një kangë në kry, po s'dija di me kënu. E kides ndo këtë është. Moti u kun, se do gjë është e jemja, betet veç e jemja. Atash nej qash, nej sen, atash nej qash, atash nej qash, atash nej qash, nej sen. Po përshëndetje? Jo zotni, 038 76 80 është klani. Po, 038 76 prap 76 80. S'ka përse ka lofshit mirë? Tongë. Kulturume, vlla. Qike kulturume, qa me po? Si zakonisht. Pak. Ka me vesh nashta një fustan të geto se të koqë, s'pe di alo sakt. Po ma shumë po ma mërmenja të koqë si vishnje. Kështu që... Vetla ti kom lonë me mdall, pak mu kam bo si të pisam, po besoj që na shihen shumë. Qëto dzita që jom tuti pa që aty, mja na shkalon. Jo. You are live now. Përshëndetje dhe urime të përzemërta për shikuesit e Instagramit. Kështu thonë radio televizionit të Kosovës po. Si jeni dhe si kalone? Hello. Arsyeja pse jom lidh unë momentalisht live në Instagram është që deshta mi u tregu pak që jom të bogate për një orë shkoj me gjiru emisionin. Para disa ditëve që jom lidh, kom parashtru një pyetje për juve, që ka qenë se cilin personazh publik kishit pas qef me pas në prive me një storje. Pyetja vazhdon me qenë njëjtë, derisa unë po ngjyna, jo mundi me shpreh mendimet e juaja. Edhe diçka një me. Shumë shpesh herë ndodh, shpesh herë ndodh në Instagram temin ose edhe në Instagramin e prives, dërgoni video të jujat personale, tu bo në i covert në i kangës, ose tu provu me këndu për një kangë të preferume cila o dalë, ose u publiku këto kove të fundit. Kështu që unë po vazhdoj prap mi u thonë të njëjtin sen, mundeni edhe prej sot e tutje, se cilit për juve që ja mërmenja që dini me kënu, keni pak zo edhe doni me bo në një covert, dërgomni në Instagram të une, se jam shumë e interesu me mi pa, edhe mi ndëgju, pse jo, edhe nesër mas nesër mi uftu në prive. Liber tung se borë bo bjen, anë dhe se bora nuk në hanë. Let bjen mos e reni keme ra borë. Ajo më single, ajo me na i kanë. Fallojnë s'po di qa me thonë. Varsisht për i disponimit, herë jom single, herë jom me na i kanë. S'di sakt. Complicated, ma mirë për do. Syti kom të kaft, nuk i kom të zi. A keni do një konflikt me do një vajzë të estradës? Une personalisht konflikt nuk kom me kërkon, po edhe nëse ka naj mos pajtim ose naj mos marrëveshje të momentit, qyshe thash pak ma ere, gjithë qka është kaluse. Pjeshka, jo vëllojnë në pjeshku nuk jam. A i një mira u ljath? Nëse jo që përshkru një komente ko pas ko e kështu lidhe pa lidhe, ja u mërmenja që jom të i ledzu edhe po manim fort, e keni shumë gabem. Vazhdojmë. Ta shë më dindi një tjetër kangë në kry, e vjetër nja. I imi e, josja jam. Kështë kënojnë që të kangë, është shumë mate. A e dindi kush piuve kush e kënojnë? Me këshërën e në kush. Nuk vedi. Deformim profesional, këqër një kamerë, ku. Sa e zoja isha kanë.
Du majonon që t'ka, e lumja liria. Dafina Zeciren, Kidën, Loredanën, Tunën, Mozikon. Kua buka! Rrugës. Moti kjo, moti jo kon, se çdo gjë që është e jemja, me të që jemja. Qef kisha pas ball me ditë me knu kështu dorën zemër. Se për mduket se cila prej neve qikave kërina konë të vogla kena pas andër. O buka! O buka! Tu ardhësh. Okej. Ma në fund mriva, ma gjitha asaj bore, gjitha asaj të ngojtne. Shkoj për kryqet e mision që më ka metë edhe qaq. Derën dikush të ma qenë se di pasfordin. Artan? Kartela eme nuk e qelë këtë derë. Sepse unë nuk jam VIP. Ua, zemër sa bukur. Përshëndetje të dashur shikues, mirë se takohemi sërish bashkë edhe këtë shtu në vlogun e Libertas Fahijot. Kjo është vlogu jam i parë, kemi më pa edhe shumë vlogje të tjera. Faleminderit që na ndoqët.